Për atë edhe një prej qëllimeve kryesore kur Zoti e krijoi Ademin alayhis salam. Zoti çka i tha melaqeve? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Domethënë e kam kriju njeriu, i cili do të jetë mëkëmbës. Çka nuk kuptoj me fjalën mëkëmbës? Domethënë kjo është një pozitë e lartë që Zoti ja ka dhënë vetëm njerit. Domethënë ti nuk mundesh me qenë mëkëmbës nëse nuk e meriton të jesh mëkëmbës. Dhe kjo është një përgjegjësi e madhe që Zoti ja ka vesh njeriu, dhe përgjegjësia nuk është ngarkesë, nuk është telash. Përgjegjësia është diçka që përshtatet me njeriu. Dhe thjesht me një farë mënyre, njeriu i cili jeton me përgjegjësi, ai e din se çka është njerëzia. Njeriu i cili jeton me përgjegjësi, e din se çka është krenaria dhe i din vlerat njerëzore. Dhe në të kundërtën, në momentin që na hub përgjegjësia, domethënë jetën tonë, në çfarë do vepre, qofshin ato në vepra domethënë të adhurimit, dhe qofshin ato vepra të jetës së përgjithshme, domethënë. Sepse për neve muslimanëve gjithë jeta është adhurim. Domethënë se çdo vepër me cilën na arrim kënaqësinë e Zotit, na besojmë dhe jemi të bindur se me atë vepër ne i afrohemi Zotit, edhe për asaj vepre na shpresojmë shpërblim edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Andaj përgjegjësia është diçka që prej neve Zoti e kërkon çdo gjë, që të jemi të përgjithshëm, që gjëra domethënë t'i vendojmë sipas meritave, nëse dëshirojmë që jeta domethënë për neve të jetë një mirëqenie, të jetë një jetë e cila do të na shërbej dhe me cilën jetë domethënë do të ndihemi të kënaqur. Kështu që na musliman, na besimtar, duhet të jemi shumë të vëmendshëm në këtë pikë. Domethënë të mos se arsjetojmë veten thjesht vetëm si jemi musliman, realisht domethënë çështjen e përgjegjësisë ta lojmë shumë anësh. Kurse përgjegjësia është diçka thelbësore, domethënë diçka që kërkohet në çdo vepër. Aq e rrallë është kjo termi përgjegjësi. Saqë shumica e njerëzve kur i thua diçka do të thonë fjala përgjegjësi, sikur e ndin si ngarkesë, e kanë përgjegjësi, nuk dinë edhe me shpjegoj se çfarë do të thonë përgjegjësia. Nga se kanë humbur konceptin e përgjegjësisë. E kanë pasur si njerëzit kalojnë lehtë me gjithë ato lëshime që i bëjnë, me gjithë ato shkeljet ligjore që i bëjnë, edhe po them kjo përgjegjësia është diçka utopi, nuk është diçka reale. Sikurse me përgjegjësinë duhet të mirë dikush tjetër jone. Po. Realisht përgjegjësia është për çdo njërin. Domethënë kjo është ajo kulminacion. Kjo përgjegjësia lidhet me atë amanetin që ne si krye familjar për shembull, brenda familjes se ke amanetin që ta mbrojsh, ta mirëmbajsh familjen tënde, ti krijosh kushte sa më të mira me ndihmën e Zotit për jetë. E nëse ti në këtë nuk u mëson atë që quhet meritokraci, edhe çështjen e përgjegjësisë, kjo është vetëm se një hap drejt dështimit. Është interesant se gjitha, nëse ndalemi prej se rastet edhe ndodhite profetike të pejgamberit alayhis salam, sikurse në çdo thonje dhe në çdo veprimtari pejgamberi e ka theksu këtë punën e përgjegjësisë. Paramendo për shembull edhe ai sahabiu kur ka ardhur e ka puth një fëmijë dhe si ka puth tjerët. E sheh për shembull që pejgamberi e ka ngrit më një herë vetdijen e tij. Ai e ka zgjësu, ka menduar se s'ka bërë diçka të madhe. Po, s'ka bërë diçka në gabim të madh. Por pejgamberi ka dashur me këtë vepër ta mbjell kulturën e përgjegjësisë. Edhe e shef për shembull se pejgamberi i ka kushtuar rëndësi të madhe edhe te çështja e përçafimit të fëmijës. Domethënë që ajo të bëhet me drejtësi. Po ajo të bëhet me drejtësi, ajo të bëhet me përgjegjësi, ajo të bëhet me merit. Para mendoj se me këtë veprim pejgamberi sa me këtë këshill që ja ka dhënë, sa probleme të ardhmen ka parandaluar. Se tek fëmia mbetet ajo kultura. Përshtypja se baba im nuk më ka përqafu asnjëherë, apo e ka përqafu, a vetëm njërin na ka ndarë. Kjo padrejtësia, din se sa ka mundësi pastaj me shkaktu konflikte dhe mosmarrëveshje të brendshme brenda vëllezërve që janë të një babaj dhe të një nënës, ato për shkak të kësaj, shikoni kjo me quajtur një psikologji preventive që e ka tregu pejgamberi sa më para, ose rasti kur njëri jep një dhuratë njërit prej fëmijëve, tjetri nuk jep. Po të ktheje.
revoltohet pejgamberi. Revoltohet. Domethënë çështja e revoltimit, domethënë ndoshta na do ta kishmi kalu këta. Apo se kur gjë s'ka bë, thjesht. Jo, pejgamberi sam thjesht nuk ka shpërkufizuar me rastin. Domethënë pejgamberi sam ka dashur me mbjell ka dashur me vetdisu atë edhe neve dhe kret pasust e pejgamberit alajhissalam për diçka shumë madhore. Ajo është çështja e përgjithësisë, edhe çështja e emanetit që e thave. E që për fat keq domethënë në kohën e sodit, sikurse e shohim çështjen e përgjithësisë dhe emanetit si çështje dytësore që edhe pa ta mundet me kalu pa.